Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit mish oriz tepër të shishëm që bëhet me mish të pulës, sikur e ka tundit është, edhe vetën e kam bë ekstra të shkurt me pa në fillim, pra se si duket kjo pulë edhe bëhet tepër e shishme sikur mish orizi, sikurse supa pra me langun e shifni vet si me kon e Kosovës. E gjeni me ble pra pulën në Lidl këtu në Gjermani, kështu që e kom marr pulën, e kom coptu, e kom shti pra me uzinë të nxehre, me ujë të nxehtë edhe një lugë të gjellës, jo plot me veget. Është zi pula, siç po shihni, në anën tjetër marrim karrota, mandej 500 gram oriz, e kom postru pra orizin shumë mirë, derisa uji të mbeti kthjellët. Një domate e kom qiru, e kom ngri, një qep të madhe, 50 gram gjalp, një lugë të mesme jo plot me veget, mbasi që ka edhe këtu, edhe një lugë çajt jo plot me krip, edhe pak vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen e mish orizit që bëhet tepër i shishëm, sidomos për motrat fillestare, për ju e motra që e dini, mundeni mos me këqyrë, kështu që bismillah fillojna përgatitjen. E kemi lshu edhe furrën që të nxehet, e marrim tash të 50 gram me gjalp, edhe e marrim pak vaj. Qesim në tepsi. Marrim qepën e grirë e qesim. Shumë otra më kanë pyet për këtë lloj orizi ku e blejnë. Une e blej mas shumti ose bazmati rice në gjitha marketet gjermane, kështu të rëmbullakt, ose tek turqit është ata orizi, pra pa dyjat nuk rri asnjëherë. Me atë lulen e kuqe. Tepër bëhet i mirë, pra kur përgatitim oriz me tepsi është fjala. Po ashtu edhe kur e zina, që përgatitim shembull me sos, njëjtë. Kaverdisin që të mirë, derisa të shkryet edhe gjalpa. E kemi kaverdis edhe qepën, është shkry edhe gjalpa, bismillah, morëm tash orizin që kemi pastru mirë edhe e qesim në tepsi. Kaverdisin është mirë. E marrim domatën e qeruar, karrotat, hedhim kripën, vegetën, plastik kaverdisin. Një 5 minuta pra e kaverdisin orizin. Kështu, duke e përzi pandërte. Mbasi është kaverdisur edhe orizi, rishtojna bismillah lungun tash. Edhe fura është nxehur. Bëhet mish oriz kokër që i themi ne Kosovë. Knaqë. Longun e pulës pra ja qesim derisa të mbuluhet edhe orizi. Është mbulu edhe orizi, tash të marrën mishin pra edhe e qesim tek orizi, fura është nxehur. Edhe me njëherë e fusim pra tepsi në furrën. Nxehur. Marrim pak nga lënguve që a qesim kështu pra mishit edhe pak për mi. Edhe me njëherë fusim tepsi në furrën e nxehur.
Edhe tepsin me oriz e kemi hek prej furrës, e kemi lënë për 25 minuta derisa është shtirë edhe langu. Në anën tjetër kemi përgatit supën, pra si gjithmonë që kemi përgatit kësull me fide, i kemi qitë, krepas kërgjës e kemi qitë, sepse langu i polës e ka pra nga vegjeta, një vezë e kemi thy, edhe kemi tund me piron me pakoja, kemi qitë edhe supa. Është gati, kështu duket edhe orizi, pra kokër që bëhet tepër i shishëm, i langshëm, edhe nuk bëhet si themi ne, edhe pse është i nxehtë kështu lloç. E shepni krejt kokër. Neve na bëft mirë, e juve po ashtu, sidomos ju motra fillestare, kur të përgatitni, del tepër i shishëm. Faleminderit për çdo pëlqim të recetat mia. Faleminderit për komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them. Miru pofshim.